Një kontenier me ndihma dhe aparatura mjekësore ka arritur në portin e Durrësit për të ndihmuar spitalet në Shqipëri. Ky kontenier me gati 800 kuti dhe me një vlerë monetare $247.000 u bë i mundur nga një bashkëpunim me filantropen dhe drejtoreshën ekzekutive të Kozlowski Family Foundation, Fotini Alteni Kokeri dhe shoqatës jo fitimprurse Medwish International në USA. Falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan në realizimin e këtij projekti disa mujor dhe gjithashtu stafin mjekësor që punojnë për rritjen e nivelit të shërbimit mjekësor për të gjithë pacientët dhe sidomos ata të diagnostikuar me kancer në Shqipëri. Këto ndihma të kërkuara nga mjekët që punojnë në spitalet shtetërore të Shqipërisë vazhdojnë të shpërndahen në spitale të ndryshme, aty ku ka nevojë dhe mundësi teknike për t'u përdorur. Prandaj dhe një faleminderit e madhe, por dhe një vlerësim për cilësinë e materialeve sidomos. Janë materiale shumë e vlerë dhe të kushtoshme madje, dhe të shkojnë atje ku vërtet e japin kosto-benefitin më të lartë. Unë jam nga gjithë njohurit e mia, sistemi shqiptar nuk kanë erdhur në Shqipëri, domethënë janë cilësia më e lartë dhe gjëra vërtet shumë të avancuara por që kryhen dhe në spitalet shqiptare së procedurës. Një falenderim i madh shkon tek mbështetësit e shoqatës All Albanians Fighting Cancer, që dhurojnë me bujari për të ndihmuar njerëzit tanë në Shqipëri për të patur një cilësi më të mirë të shërbimit mjekësor.